Të nderuar kolegë, të nderuar qytetarë shqiptar, ndoshta ndonjëri këtu në këtë sallë apo jashtë kësaj salle, sepse nga opozita këtu s'ka asnjëri dhe kjo është për ta ardhur keq, mund t'i duket hipokrizi kjo që unë po them, por sinqerisht ndjehem i lumtur që nuk do jem pjesë e një teatri 4 vitet e ardhshme të kësaj salle e cila totalisht është ndërruar në një teatr të cilët ka 2 aktorët pozitiv që luajnë rolet pozitive dhe aktorët që luajnë rolet negative, dhe sigurisht aktorët e rolet negative janë të opozitës, të cilët janë të lumtur dhe të kënaqur që do marrin një rrogë për gjatë 4 viteve, dhe që demokratët dhe qytetarët shqiptar i lanë në arrestë dhe që t'ikin jashtë Shqipërisë. Pas 30 vitesh angazhim, ky është fjalimi që unë nuk do doja t'i mbaja kurrë në këtë sallë, aq më pak u shoh Partinë Demokratike në këtë gjendje të mjeruar si të ndodhet sot. Unë sot, për herë të parë, nuk do të flas për Edi Ramën. Nuk do flas për manipulimet e zgjedhjeve të vitit 2017. Nuk do flas për manipulimet e zgjedhjeve të vitit 2021. Nuk do flas as për zgjedhjet e vitit 2025, për patologjisët, për problemet e votave, jo sepse nuk ekzistojnë probleme të rënda në këtë sistem, por sepse nuk dua të bëj atë që kanë bërë për 4 vite me radhë, t'ia vënë fajin tjetrit për gjithçka që na ndodh ne brenda Partisë Demokratike. E vërteta është kjo. Opozita i ka humbur zgjedhjet për shkak të vetvetes të radhë parë. Po kjo është e vërtetë që duhet ta pranojmë dhe duhet ta pranojmë me zë të lartë brenda Partisë Demokratike. Jo sepse Edi Rama i fitoi ndeshëm apo sepse sistemi është perfekt, ati sistemi të cilët votoi opozita me 26 korrik të vitit 2024. Por sepse ne nuk arritëm të bindin qytetarët se ishin alternativë e besueshme. Sot Partia Demokratike është në përvajsimin më dobët në historinë e saj. Vetëm 50 deputetë në parlament, të cilët janë të lumtur që do jenë rrogtar në 4 vitet e ardhshme. Pas 3 mandate rrazit Partisë Socialiste, qëndrimi ynë politik duhet ishte më i fortë, më i qartë, më organizuar, por ne humbëm dhe më thellë. Pse? Pse ndodhi kjo? Nuk mjafton të thuash Rama na ble votat. Nuk mjafton të thuash na i manipuluan votat, sepse kemi humbur mbi 250.000 vota krahasuar me vitin 2021. Dhe këtë nuk na bëri Edi Rama. Këtë e bëm ne vetë me dorën tonë. Le të mësojmë për një moment që Rama ka bler 10 deputet, 12 deputet. Edhe po të kishim ato deputet në kuvend, ne nuk do të shpallshim përsëri fitues. Sepse problemi nuk është vetëm numri, është besimi i qytetarëve. Dhe ky besim është dëmtuar shumë rënd. Cili është faji ynë? Faji ynë është që kemi folur më shumë për njëri tjetrin dhe më pak për qytetarët. Faji ynë është që kemi ndarë Partinë Demokratike në grupe, në individ, në emra, por jo në vlera. Faji ynë është që nuk ndërtuam një alternativë qeverise që të binte dhe me skeptikët. Faji ynë është që ne jemi marrë më shumë me njëri tjetrin se sa me hallet e njerëzve. Në vend që të jepim zgjidhje, dham akuza njëri tjetrit. Në vend që të afrojmë të rinjtë dhe profesionistët, larguam zëra ndryshe brenda Partisë Demokratike dhe opozitës. Në vend që të përfaqësojmë qytetarin zakonshëm, filluam të përfaqësojmë interesat e vogla miskine personale dhe atyre të oligarkëve të lidhur me njëri tjetrin. Kjo është arsyeja pse shumë qytetarë demokrat nuk dolën fare në votimet e 11 majit të vitit 2025. Jo se kaluan me Ramën, por sepse humbën besimin tek ne. Doja të jepja disa shpjegime të tjera, të cilët janë shumë të rëndësishme dhe këto janë shumë me shifra. Sa vota mori Partia Demokratike dhe opozita në qarkun e Tiranës? 151.157 vota. Sa morin kandidatët e listës hapur? 136.624 vota. Sa vota mori sigla e Partisë Demokratike? Ato të listës mbyllur, ato figurat e famshme Partisë Demokratike, ato të cilët janë arka e Partisë Demokratike, ato të cilët do të jenë përjetshëm në Partinë Demokratike, ato të cilët do të jenë përjetshëm deputet të Partisë Demokratike, morën 14.511 vota. As për një deputet e një çerek nuk mori lista mbyllur e 12 kandidatëve
të Partisë Demokratike dhe të opozitës në qarkun e Tiranës. Pra këtu është thelbi e kësaj gjëje. Atë që Partia Socialiste bëri, që vuri 3-3 brenda listës mbyllur dhe të zori kuajt politik që të dërmoshëm njëri tjetrin, të vritishëm njëri tjetrin, po dëshë ta quajmë dhe kështu dhe të grumbullonin sa më shumë vota. Çfarë bëri Partia Demokratike? Partia Demokratike bëri atë që siguroi galloshët e vjetra të jenë brenda të sigurt për të qenë rrogtar në 4 vitet e ardhshme dhe të zori në listat e hapur vetëm anonim dhe njerëz të cilët nuk sillin vota. Kthehemi në qarkun e Elbasanit. Si nuk ishte aty Taulant Balla, drejtuesi i qarkut të Elbasanit, ishte më pak e rrezikshëm Taulant Balla se sa Arbri Mazniku në vitin 2025, ishte më pak të rrezikshëm institucionet bashkit apo ato që i quajnë grupet kriminale në Elbasan në vitin 2021. Më keq ishte. Po pse ka më pak vota Partia Demokratike dhe opozita në vitin 2025? 39.000 vota mori nga 60.000 vota që kishte në vitin 2021. Pra 20.000 vota më pak Partia Demokratike dhe opozita në vitin 2025. Ka vetëm një emër, sepse prunë Elbasan import totalisht nga Tirana. Totalisht. Injoruat Peqinin, Sarrikun, Beqin, Gramshin, Libarzin dhe Presit dhe asnjë përfaqësues. Dhe këtë bët. Dhe bët këtë që është turpshme. Në një kohë që kishte në listën aty të mbyllur apo në listën e hapur njerëz të cilët nuk përfaqësojnë dot as vote, nuk marrin vote familjes tyre. Si mundet që të ndodhi që në komunën ku jam lindur dhe rritur unë, Partia Demokratike fitojnë mbi 250 vota në vitin 2021 dhe në vitin 2025 minus 1.200 vota. Si mund të ndodhi që të rrethellohet rezultati në Bashkinë e Peqinit 5.300 vota minus? Si mund të ndodhi që gjithë Bashkinë e qarkut të Elbasanit ne të kemi minus 20.000 vota krahasuar me vitin 2021? Pra të gjitha këto kanë të bëjnë që partia pa diskutim ka vlerën e vet. Sigla e Partisë Demokratike ka pa diskutim vlerën e vet. Por mos harroni që pa individët një subjekt politik pa emrat të cilët nominohen në lista që të shikojnë qytetarët, thjesht ajo parti ngjelet vetëm me logon dhe me rrogtar të cilët do marrin votat, do marrin rrogat në këto 4 vitet të ardhshme në parlament. Sigurisht unë ja kam bërë qartë doktor Berishës edhe në mbledhje grup parlamentar. Dhe do i bëja thirrje këtu nga foltorja e Kuvendit të Shqipërisë. Dhe jo Kuvendit popullor rëndom që thot në herë. Nëse të dhimbset ende kjo krijesë që ndërtove vetë, i jepi drejtim, tërhiqu dhe lërë garën e lirëve të barabartë, ki besim të demokratët, jo si që bërë në vitin 2013, kur ja dhe aty Benjaminit tënd dhe shkatërrove karrierën politike së Kololdashit. Edhe aty që bërën që shortë vitin 2021, të cilët i vodhët votat kandidatëve të tjerë për kryetar Partisë Demokratike dhe u prishët me 9 qershor, 9 shtator të vitit 2021. Ki besim doktor, se demokratët janë të mençur, demokratët janë të zgjuar dhe demokratët do dinë të zgjedhin njeriu që do t'i çojë drejt pushtetit demokratët në vitin 2029. Ti ke dhënë gjithçka sa partie, por këtë herë është e vërtet momenti që të shijosh me familjen, nipër e mbesa këtë energji që të ka dhënë Zoti dhe hapi rrugë shpëtimit Partisë Demokratike. Së dyti, doktor, të kam thënë përpara se të çonin në arrest shtëpie, mos dëgjoj ato që ke pranë dhe bindju urdhit të gjykatës se do të marrin në qafë. Unë nuk do doja për koha më dha të drejtë. Sot pa të përsëri thirrjen. Mos dëgjoj ato që ke aty pranë dhe të frynë vesh se do të marrin sërish në qafë, doktor Berisha. Dhe më lejoni që fatkeqësisht fjalën time që thash që mbajta këtu në Parlamentin e Shqipërisë me 26 korrik të vitit 2024 u vërtetuan ato fjalët. Unë nuk jam profet, nuk jam njëri shejtor, por jam thjesht një njeri i cili nuk i shpus këmbët nga qytetarët dhe di çfarë ndodh atje poshtë. Ndërsa këtu sot në Partinë Demokratike dhe nesër këto drejtues Partisë Demokratike sigurisht mendojnë vetëm për shtëpinë e tyre, për familjen e tyre dhe jo për demokratët qytetarë shqiptar. Për çfarë ilaçi i ke dhënë opozitës
me 17 maj të vitit 2017. Përfundoni, zoti Sula. Çfarë vaksine i bëre në shkurt të vitit 2019? Çfarë ilaçi po jep sot në 26 korrik të vitit 2024? Të gjithë demokratët, të gjithë populli opozitar kishim shpresë që ne të vinin pushtet në 2025. Por fatkeqësisht ti, zoti kryeministër, do të bëjë një thirrje tjetër shumësore. Të lutem, ndoshta do të përqërohem, mos dilni fushat 2025. Sepse e ke fituar zgjedhjet. Për një arsye të thjeshtë, sepse mund ta marrësh shumicë cilësuar dhe nuk do ketë më fare opozitë. Ajo është quajtur opozitë, mas 2025-s do jetë një shoqat. Përfundoni, zoti Sula, uluni. Fatkeqësisht dhe ta gëzoni mandatin të nderuar kolegë edhe rrogën për 4